Edi Rama, nuk e di për ju, por si për ironi e gjova dikën sot që tha me pensionin që po na jep shteti deri më sot, Edi Rama i blen vetëm për çdo muaj karta higjienike. Merreni me men se çfarë pensioni po merrnin njerëzit. 95 shqiptare, 130, 150. Ndërsa ministria juaj del që është një pension shumë i mirë dhe ajo i bjen që, më falni për shprehjen, i ka sa një muaj karta higjienike. A është e drejtë kjo që ju i keni për karta higjienike ndërsa populli as për buk këto para? Katastrofë. Qa dëgjova? Besoj që ju viralla ta dëgjoni dhe ju. Kaq kisha ilona viral gjithë shqiptarat këtë video, pasi realisht ishte një përtardh keq e një ironi e real nga shpirti që i doli. Kaq kisha.